të mëngjesit, sepse ai duhet të fluturon, po, ka qëndruar gjatë gjithë natës, gjatë gjithë mbrëmjes, ka qëndruar me maskën, dhe shpresoj që do ta kemi pas pak këtu në studio, nuk e di nga regjia, do të mundohen që ta vënë edhe lidhjen me të ftuarin ton. Nëse e kemi. Po, nëse e kemi Dodoja, dhe mund t'i themi mirëmëngjesi, mund t'i themi fytyrë shqiponjës në këtë orë të hershme të mëngjesit. Mirëmëngjes. Për televizionin kombëtar në Shkup. Mirëmëngjesi, mua më duket që është një piktur me inteligjencën artificiale, mi për duket aq bukur e bërë. Ja, nuk është. Vetëm i thuaj të bën diçka do të lëvizën, Valba, nuk ka lidhje me inteligjencën artificiale. Po është inteligjenca njerëzore i cili prezanton konkretisht kombin ton. Bëshaka është aq bukur, dhe më thonë, e vizatuar, më thuaj sa orë duhet që të përgatitet një flamur, apo flamuri kombëtar në këtë rast, në fytyrë? Shumë. Me që jemi në muajin e shenjtë të shqiptarëve, muajin nëntor, kemi shumë gëzime. Më lërni t'ju përgëzoj edhe t'ju falenderoj njëkohësisht për ftesën që t'jem pjesë e një programi Alisat televizion shqiptar kombëtar në pjesën atje në fakt ku unë i kam rënjet. Kështu që sa për pyetjen rreth 5 orë në fillim, që do të thotë kjo? Kjo do të thotë që unë e bëj këtë që rreth 13-14 vite, dhe tani kam rritë rreth 4 orë. 4 orë. Në fillim ka zgjatur më shumë sigurisht. Po, sigurisht, po tani ja kam mësuar, ja kam marrë rendin, sepse gati 14 vite që e ka këtë si identitet të dy, do ta quajmë. Por unë do doja të të pyesja, sepse shumë njerëz e njohin për energjinë dhe dashurinë ndaj kombëtares, por jo për fytyrën tënde konkrete, kush je. Pse e fsheh identitetin? A ke frikë nga dikush, apo është një mënyrë protesti ndaj diçkaje më të madhe që po shfaq? Kjo nuk ka të bëjë as me driteron, nuk ka të bëjë as me shkëlqimin, nuk ka të bëjë as me shpëtimin, po marr emra si shembull, sepse është shumë më e madhe se sa nga çdo individ që mund të jetë. Kur e shohim edhe historinë se si është kriju flamuri shqiptar. Prandaj që unë personalisht me emrin tim identik që e kam, domethënë me atë që më kanë gëzdu të prindrit, jam shumë i vogël kundra kësaj që unë kam në fytyrë. Madhështore, shumë e qartë. Kështu që unë këtë që e bëj është shumë pak për atë që kam bërë kaluesit ton. Unë do doja me të vërtetë shumë që të ishte sot një ditë gëzimi, mirë po sot jemi pak të gjithë të trishtuar, si kaloi mbrëmja e djeshme, si ishte loja. Emocioni ka qenë sigurisht, emocioni ka qenë, por ja që topi është i rumbullakët, edhe fitoria edhe humbja janë motre vllatë, themi. Për futboll, se ndoshta edhe gjysmën e rregullores të futbollit nuk e di. Unë vetëm për një arsye shkoj në stadium, nëse shohim kombëtaren ton, aty kemi djem nga Presheva, kemi djem nga Prishtina, kemi nga Tirana, nga Titova. Njëkohësisht edhe tifozërit janë të njëjtë. Kur unë krahun e majt kam dikën nga Tuzi, kam ke krahun e djathtë, ku vi njëkohësisht bëjnë foto për arsyen e shqiponjës, po jo për arsyen e karakterit tim personal. Atëherë kjo është diçka më e madhe se fitoria. Prandaj edhe mbrëm kundër Anglisë ka qenë i njëjti gëzim që rezultati nuk është shumë i rëndësishëm se sa kur sheh mbledhjen e gjithë shqiptarëve nga trojet etnike. Dhe kjo është e bukura, madhështoria ta quajmë. Për këtë unë në fakt shkoj. Po. Okej, të kalojmë te një pyetje tjetër, angazhimi yt prek shqiptarët në 3 shtete. Çfarë mendon se i bashkon sot më shumë shqiptarët? Pasioni, tradita apo nevoja për të treguar të themi një identitet të përbashkët? Si e gjykon këtë? Prap historinë që është shumë interesant ta shohim historinë tonë si shqiptar, kemi mbjetuar çdo herë duke mbajtur gjuhën gjallë. Kemi pra një gjuhë, një flamur,
edhe të mbesim çdo herë një komp. Unë mendoj që do të ishte shumë bukur të kthehemi me identitetin e ndërgjegjës thellë. Por prapë se prapë jam shumë i kënaqur nga shqiptarët se ka shumë shqiptarë të mirë. Në gjithë botën po flas tani. Shumë e vërtet. Unë të doja vetëm pak të kthehemi tek rënjt që përmendet se nga Maqedonia ke prejardhjen, nga cila pjesë më saktësisht? Unë kam lindur në një fshat të Strugës, i cili mban emrin Tatesh i Poshtëm, por jam që rreth 30 vite në diasporë, por çdo herë me atë ndjenjen që nuk është qujt kurrë për të u ndjekur si shqiptar i ploqëm në atë zonë, nga kalumja, kur them tani, se edhe unë si fëmijë kam përjetu disa kohë, momente që s'kan qenë të bukura, siç e dini edhe ju, ndoshta më mirë se unë. Edhe kjo është ndoshta edhe një gjë e mirë që na ndodh, që sa më shumë elemente të tjera mundohen të na ndajnë, ne aq më shumë afrohemi me njëri tjetrin. Shumë e vërtet. E bukur shumë. E bukur. Edhe një pyetje tjetër, unë do doja të pyesja një pyetje, sepse ti për shumicën e të rinjve je kthyer në simbol. A mendon se duke mos e zbuluar veten, po krijon një mit, mbase mund ta quajmë mit të rem? Apo thjesht mendon që po e forcon mesazhin e identitetit ton kombëtar, sepse ai është më i rëndësishëm se sa ai identiteti personal? Në çdo kush të mundohet të japi sa më shumë edhe më pak të marrë. Atë unë e bëj, edhe pa dhënë këtu as edhe një kusht nga vetja, pa u fokusu që unë ose tjetri, edhe i sigurt jam, në të kalumën kam takuar shumë shqiptarë, të cilët e kanë të njëjtën ideologji, edhe do të vinë edhe pas nesh, pas 50-100 vite shqiptarë të njëjtë, sepse si thash më parë ka shumë shqiptarë të mirë, të cilët i edukojnë fëmijët në këtë mënyrë, si që jam eduku unë edhe me qindra tjerë shqiptarë, por sa për pyetjen konkrete, kur nuk do të veja veten para flamurit kuqezi. Asa e bukur kjo. Jashtëzakonshëm. Shumë e bukur. Unë të falenderoj për ditën dhe për përkushtimin edhe për gjithë këta mesazhe që po i jep, por të doja edhe një pyetje të fundit, kërkoj ndjesë. E di që sot tash shumë shpejt duhet të udhëtosh për të kthyer për në Zvicër, por një pyetje të fundit do doja. Si e sheh të ardhmen e këtij misioni tënd që po bën? A do të vi dita kur do ta zbulosh fytyrën, apo Shqiponja do të mbetet përgjithmonë një figurë që flet më shumë me veprim se sa me emër, të themi? Përsëritëm ndoshta pak a shumë. Nuk dëshira ime personale do ishte edhe si plak me 70-80 vjet të futem me ngjyrosën e njëjtë prapë në stadium. Duke tregu atë dashurinë që dashuria ndaj kombit nuk njeh as fe, as mosh, edhe as ndarje politike. Kjo do ishte diçka e bukur shumë, por do t'ja lëm kohës se si do të ndodhë. Ky është një mesazh shumë i bukur, që kombi pra nuk njeh as fe, as politik, as një ndarje tjetër. Unë të dëshiroj shumë shëndet që të arrish edhe atë moshën plak me një shkop me bastun, të futesh në stadium dhe t'i shijosh fitoret e kombëtarës. Faleminderit shumë që ndave kohën e çmuar. Edhe një pyetje. Edhe një dritrajte. A do të kemi po flitet që nuk e di a ke dëgjuar mbrëmë atje në stadium që ka mundësi që Shqipëria të ndeshet me Kosovën. Kishte kështu gojë atje? Tania, njësi shkupi janë zemrat e flamurit kuqezi. E tash kjo pyetje i ngjan sikur asaj, ka do më tepër babën apo nonën? Jo, unë nuk të pyeta me këtë do shkosh. Por ka gojë që ka mundësi që të ndeshen të dy kombëtarët. Ne themi ajo është win-win, fitore. Pavarësisht kush do të jetë në Amerikë, unë do të shkoj për arsye të vetëm se kemi shumë shqiptarë në Amerikë. Edhe do të jetë diçka shumë e bukur, kemi një fest kuqezi në Amerikë, se edhe ato e duan me gjithë zemër flamurin kuqezi, pavarësisht nga cila zona të Shqipërisë janë.
Po, se e dim që ditën e djeshme ka patur vërshime edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë ardhur për të ndjekur kombëtare, ka patur jashtëzakonisht shumë mysafir të ardhur, domethënë që erdhan që e ndoqën lojën dhe sot sigurisht të gjithë po rikthehen në për vendet e tyre sepse vazhdon jeta. Jeta vazhdon sigurisht. I nderuar, a presim dhe një gjë, dhe një novitet tjetër, diçka paksa më të madhe nga ty? Jemi duke bërë diçka me që jemi në muajin nëntor. Sepse kreativitetin e ke pafundum e ke kreativitetin. Edhe unë besoj dhe shpresoj që mund të presim diçka nga këta persona që po e identifikohen me këtë simbolit kombëtare. Këta mundësitë e tyre janë paksa më të thella se sa ne të zakonshmi që i kemi këtu. Që jemi në fakt. Muaj nëntor është muaj shqiptarëve. Personalisht, me fytyrën që kam, jemi duke bërë një projekt të vogël për ditën më të madhe të shqiptarëve, sepse kemi vetëm një festë dhe ajo është 28 nëntori, si në Shkup, si në Tiranë, si në Prishtinë. Unë do të bëj diçka, shpresoj shumë që shqiptarët ta mirëpresin, por do t'ja lëm në ditës të 28 nëntorit, se çfarë do të jetë. Ne do ta shpallim edhe temën për ditën e sotme, sepse në emisionin Mëngjesit zakonisht kemi tema të ndryshme që i diskutojmë me shikuesit. Dhe pikërisht për këtë temë, edhe për këtë lidhjen tënde, unë të falenderoj shumë që na e mundsove këtë lidhje, edhe për gjithë informacionet, por pyetja e ditës së sotme për ty dhe për shikuesit është: a është nëntori më shumë kujtim apo përgjegjësi për ne që jemi sot? Thoja të dy janë nga pak edhe pse s'është ndoshta përgjigje saktë në kuptimin se do të marrësh një përgjigje ose të lësh tjetrën, por të dyja, sepse përgjegjësia ti shqiptar nuk është vetëm për një ditë ose për një muaj, është 365 ditë. Nuk është vetëm përgjegjësi të jesh shqiptar në ditën e 28 nëntorit, po mund t'i ndihmosh një fëmijë që ka nevojë t'i hapish derën, mund t'i ndihmosh dikujt që ka pas një aksident për momentin, mund t'i ndihmosh dikujt që me një copë bukë, janë shumë gjeste që gjatë vitit, shumë gjëra. Po, që të bëjnë human, pra që them tash në fillim që do të kthehemi ndoshta edhe pak nga e kalumja jon, duke kap rënjet e bes lidhjes, mund të them. Kur unë ngritën ata burra shteti, kur thanë njëre për gjithmonë, është momenti i duhur të bëhemi të gjithë së bashku edhe të shlirohemi nga uzurpatorët që i kemi patur. Sepse jemi kombi shtypur jemi. Nëse më jep mundësinë, ti e the që vetëm mbrëm, po nuk është e vërtetë që vetëm mbrëm, shqiptar nga gjithë bota vinë çdo herë kur luan Shqipëria. Po, gjithmonë. Gjithmonë si në ndeshjet jashtë edhe mbrëm, po mbrëm ka qenë diçka një ndeshje duke parë edhe mbretërinë angleze që unë ndesh mund të themi me mbretërinë shqiptare. Dy mbretërit u ndeshën mbrëm. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Kjo është fantastike. Dy mbretërit u ndeshën mbrëm. Po, pata rastin të takoj dje dhe princë Lekën, veçanërisht në një takim simbolik sa i përket mbretërive, edhe kështu që pash edhe shumë shqiptarë para stadiumit, pas stadiumit etj, por unë nga zemra do t'i falenderoj, do t'ju them edhe diçka që kombëtarën ta ndjekim edhe kur nuk ka rezultat bukur. Sigurisht. Unë fytyrë shqiponja do të quajmë kështu, me që të gjithë njohin kështu edhe je personifikuar kështu, unë të falenderoj shumë për gjithë fjalët që na i dhe, gjithë mesazhet, të dëshiroj shumë suksese, jetë të gjatë, të lumtur, edhe uroj që këtë që po përcjell dhe këtë figurën që e ke krijuar të të shikojmë gjithandej ku ka ndeshje kombëtarja. Sepse në çdo lojë do të kërkojmë, tani e bëm identiteti i çdo loje të kombëtarës. Ka arritur kur fal momenti që afrohen dy shqiptar edhe vazhdojnë bisedën në kuptimin të bashkimit, unë ja kam arrit një qëllimi shumë të madh. Kështu që edhe një herë faleminderit shumë për ftesën që kisha nderin të jem pjesë e televizionit kombëtar në Shkup. Kënaqësia është e jona. Uroj që tani të gjithë shqiptarëve gëzuar festat e nëntorit, pavarësisht rezultatit dje, edhe rroft kombi shqiptar. Faleminderit shumë, rrugë të mbar edhe dëgjohemi. Dhe kurdo që e ke rrugën nga Shkupi të presim në studio.